Miq të afërm bashkëpunëtor janë mbledhur së bashku për të kujtuar punën e bërë gjatë këtyre 2 viteve në krye të Institutit të Statistikave, të ish kreu të Instat Gjergj Filipi, i cili u nda nga jeta 1 muaj më parë. Përfaqësuesja e Bankës Botërore në Shqipëri Tasim Sayed i dorëzoi familjes së Gjergj Filipit certifikatën e mirënjohjes duke cilësuar atë një bashkëpunëtor të shkëlqyer. E kam takuar për herë të parë Gjergj Filipin 2 vjet më përpara, më duhet të them se më preku shumë rinia, entuziazmi, energjia dhe gjithë pozitiviteti dhe dëshira që ai kishte për të çuar përpara këtë vend. Vetë prania jonë është dëshmi e faktit që Gjergj Filipi ka qenë shumë unik, është dëshmi e faktit që ai jo vetëm ka bërë një punë të shkëlqyer, por ka lënë dhe gjurmë dhe lidhje shumë të mira në nivel me stafin kombëtar dhe me stafin ndërkombëtar. Për drejtoreshën e autorizuar të Institutit të Statistikave Mirela Muça, Gjergj Filipi ishte një këshillues i mirë dhe bashkëpunëtor me institucionet ndërkombëtare. Gjergji ka ndikuar thellësisht në kuptimin ton për cilësinë e statistikave. Ai bashkëpunoi me mishe me shpirt, me institucionet ndërkombëtare dhe ato vendase për ta ngritur lart rolin dhe vlerat e Instatit, në mënyrë që ky institucion të ishte i denjë në rrugën e Shqipërisë drejt familjes europiane. Ai u përpoq dhe nuk u ndal asnjëherë që Instati të fitonte besimin e publikut si një institucion vërtet i pavarur. Gjergj Filipi ishte konsulent për një sër projektesh në fushat e zhvillimit dhe politikave ekonomike të financuara nga Bashkimi Evropian, Banka Botërore dhe institucionet të tjera të mirënjohura ndërkombëtare. Filipi mori postin e kreut të Instat më 24 tetor 2013, ndërsa më parë ishte në krye të kërkimeve në Institutin Agenda. Gjergj Filipi ndëroi jetë më 8 dhjetor të vitit të shkuar, si pasojë e një sëmundje të pashërueshme.